Vitin 387, krishtrimin nuk e kanë legalizuar italianët. E ka legalizuar Konstantini, perandori Konstantini që ishte nga Nishi, ishte një shqiptar. Dioqeza, nga më të parat në botë është dioqeza e Durrësit. Dhe ne nuk e kemi marrë nga italianët, e kemi pas, nuk po thonë që e kanë marrë italianët nga ne, por e kemi pas krishtrimin para italianëve. Dhe nëse s'do kishte ardhur turku në Shqipëri me rënju ato që ka bo, ne do t'ishim sot në nivel në Italisë, siç është Kroacia, do ishim asnjë lloj dallimi, s'do kishte dallim në midis Shqipërisë, sepse Shqipëria para se të vinin turqit edhe serbët, ka qenë e zhvilluar, ne kena pas Butrintin ka stadium, kena pas Durrësin, kena pas Apollonin, kena pas Albanopolin, kena pas Shkodrën, kena pas gjitha ato qytete zhvilluara me stadiume. Në Durrës stadiumi është ndërtuar para 2000 vjeç dhe nuk kemi qenë të pa zhvilluar, kemi qenë të zhvilluar me zhvillimin e kohës.